qysh është ndjenja ose qysh janë ndite kur e ke marrë pas pranimit ftesën për kombëtarën e Kosovës dhe qysh është realisht për një sportist kur ftohet te kombëtarës? Për ne që ishim shumë gjatë të izoluar, edhe që jetonim, ushtronim, luanim gjithmonë me shpresën se do të vi dita e pranimit, do të vi dita ku ne do të mund edhe të luajmë ndeshje me kombëtare tjera, do të thotë veç fakti që kemi vuajtur aq gjatë dhe kur erdhi momenti, domethënë ka qenë një ndjenjë shumë e veçantë. Edhe pse neve kishim grumbullime, kam pas ftesa edhe gati thuja gjatë gjithë karrierës, por e veçanta ishte se po e lunim ndeshjet e para edhe dinim që mo tash po hapet një derë për ne. Fatkeqësisht ndoshta jo në moshën më të mirë, sepse sikur të kishte ndodhur më herët, do të na u krijojshin mundësi shumë më të mira si mu dhe bashk lojtarëve të mi, disa gjeneratave që për fat keq nuk kemi arrit me i shiju këto mundësi që i kanë sot, dhe neve në erdha ajo ditë, normalisht ndjen shumë e veçantë, domethënë një farë forme për një përmbledhje apo për kufizoj me një fjalë ku thëm të kurorëzon gjithë atë angazhimin, gjithë atë mundin që e bën domethënë me përfshirjen kombëtare, me paraqitjen me kombëtarën, mendoj që është ajo kurora e gjithë asaj çfarë ti ndërton për futbollin. Domethënë s'ka ndjenjë më të mirë dhe me të vërtet është edhe për këtë sot hala më mirë për shkak se edhe pse luajnë për shumë skuadra të mira, kanë kriju karrierë të mirë, prapë mendoj që po e marr guximin e folën e martyne e përjetojnë me shumë veçantësi.